Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët. Sot kemi një mision vërtet special. Do të zbulojmë një super fuqi të re, aftësinë për të shkruar një letër zyrtare. E di, tingëllon pak serioze apo jo, por rini pa merak, sepse në fakt është më e thjeshtë nga sa mendohet dhe jashtëzakonisht e dobishme. Jeni gati? Atëherë, le të futemi kësaj aventure. Imagjinoni pak të skenar. Le të themi se klasa ka një ide geniale, diçka që do ta bënte shkollën akoma më të mirë, si për shembull, një fushë të re futbolli. Fantastike, por si thuhet kjo drejtorit? A I dërgojmë thjesht një mesazh siç bëjmë me shokut, diçka si "Hey, duam një fushë të re"? Ndoshta jo. Pikërisht këtu na hyn në punë një mjet shumë I veçantë. Dhe ky mjeti sekret është letra zyrtare. Mund ta mendoni si një mesazh normal, por që ka veshur kostumin e tij më serioz dhe elegant. Është padyshim mënyra më e mirë për t'i paraqitur idetë tona të rëndësishme në mënyrë sa më profesionale. Në rregull, po çfarë është saktësisht kjo letra zyrtare? Shumë thjesht, është një mënyrë komunikimi me shkrim, por që bëhet me shumë respekt. Kur e përdorim? E përdorim kur duam t'i drejtohemi dikujt që ka një pozicion zyrtar. Për shembull, drejtorit të shkollës, mësuesve, apo pse jo edhe kryetarit të bashkisë. Dhe e përdorim për të bërë kërkesa, për të dhënë propozime, apo edhe për ankesa. Tani, le të shohim pak ndryshimin. Nga njëra anë kemi një mesazh të zakonshëm, "Hey, duam fushë futbolli." Nga ana tjetër, letra zyrtare. Ndryshimi është si nata me ditën. Letra zyrtare kërkon një ton serioz, të matur, plot respekt. Ajo nuk është për bisedat e përditshme. Jo. Ajo është për çështje vërtet të rëndësishme. Mirë, çdo mision I suksesshëm ka një plan, apo jo? Edhe letra zyrtare ka një plan, një strukturë të vetën. Le ta quajmë recetë sekrete me 7 hapa magjik. Le t'i zbulojmë së bashku, një e nga një. Dhe ja ku I kemi të 7 hapat: dërguesi, marrësi, vendi dhe data, lënda, përshëndetja, trupi I letrës dhe mbyllja me nënshkrimin. Secili prej tyre ka vendin dhe rëndësinë e vet. Tani do t'i marrim me radhë që të sigurohemi që misioni ynë të jetë një sukses I plot. Le të nisim me të parin, dërguesi. Shumë e thjeshtë. Ky informacion vendoset gjithmonë lart në anën e majtë të fletës. Çfarë shkruajmë këtu? Të dhënat tona, pra të personit ose grupit që e dërgon letrën. Kështu, ai që e merr letrën e kupton menjëherë se kush po I shkruan. Në rregull, hapi numër 2, marrësi. Pasi kemi vendosur të dhënat tona majtas, kalojmë në anën e djathtë, pak më poshtë, dhe vendosim të dhënat e personit që do ta marrë letrën, pra emri I tij, titulli zyrtar dhe adresa. Hapi I tretë, dhe ky është vërtet I rëndësishëm, vendi dhe data. Pse? Sepse kjo I jep letrës një vulë zyrtare, një kontekst kohor. Pra, gjithmonë shkruajmë qytetin dhe datën e saktë kur po e shkruajmë letrën. Okej, hapi I katërt, lënda. Mendojni këtë si titullin e një filmi. Duhet jetë një fjali e shkurtër, e qartë, që I tregon marrësit menjëherë se për çfarë bën fjalë gjithë letra. Pra, pa e lexuar fare, ai e di temën kryesore. Vazhdojmë me hapin e 5. Përshëndetja. Këtu tregojmë respektin që në fillim. Një letër zyrtare nis gjithmonë me një përshëndetje formale. Jo hej apo ç'kemi, por diçka si I nderuar zoti drejtor ose e nderuar zonja drejtoreshe. Dhe tani arritëm në zemrën e letrës, te pjesa kryesore, trupi I saj. Këtu shpalosim gjithçka. Shpjegojmë qartë, shkurt dhe mbi të gjitha me shumë mirësjellje. Arsyen pse po shkruajmë. Këtu bëjmë kërkesën ose japim propozimin ton. Dhe ta përmbyllur siç duhet, hapi 7 dhe I fundit, mbyllja dhe nënshkrimi. E mbyllim letrën me një formulë të respektueshme, si për shembull me respekt, dhe poshtë saj vendosim emrin e dërguesit. Komunikimi u mbyll në mënyrë perfekte dhe profesionale. Mirë, mjaft me teori. Tani që I mësuam hapat, ka ardhur koha t'i vëmë në provë. Le të shkruajmë një letër të vërtetë, të gjithë së bashku. Le të imagjinojmë se jemi nxënësit e klasës së 5 dhe duam t'i kërkojmë drejtorit të organizojnë një vizitë në muze. Hidhini një sy, po I zbatojmë hapat një nga një. Dërguesi, lart majtas. Nxënësit e klasës V, shkolla Yjet e vegjël. Perfekt. Marsi, djathtas. Drejtori të shkollës Yjet e vegjël. Më poshtë, vendi dhe data.
Podgorica, 2 tetor 2025, dhe lënda e qartë dhe koncise, kërkesë për vizitë në muze. Shikoni sa bukur dhe sa e strukturuar duket. Njëherë pas lëndës vendosim përshëndetjen. Në rastin ton me që i drejtohemi drejtoreshës, përdorim formulën e duhur, e nderuar zonja drejtoresh. Respekt maksimal që në fjalinë e parë. Dhe tani, trupi letrës, pjesa kryesore. Dëgjoni sa thjesht dhe qartë. Në emër të klasës së 5, po ju shkruajmë për të kërkuar miratimin tuaj për një vizitë mësimore në muzeun e qytetit. Kjo vizitë do të na ndihmonte shumë të mësonim më shumë për historinë tonë. E shkurtër, e sjellshme dhe shkon drejt në temë, pa fjalë të tepërta. Dhe për fund, mbyllja elegante. Një formulë klasike si me respekt dhe poshtë saj nënshkrimi. Nxënësit e klasës V. Dhe ja ku e kemi. Letra jone parë zyrtare është e plot dhe gati për t'u dërguar. Bravo, misioni u krye me sukses. Po, para se të festojmë, le të bëjmë një përmbledhje të shpejtë të rregullave kryesore. Rregullat e arta për t'u siguruar që çdo mision i ardhshëm të jetë po kaq i suksesshëm. Pra, mbani mend këto 3 gjëra. Së pari, respekti. Gjithmonë përdorim fjalë të sjellshme. Së dyti, qartësia. Shkruajmë shkurt, sakt dhe pa gabime. Dhe së treti, struktura. Mos harroni kur të ndiqni 7 hapat tanë magjik. Këto janë çelësat e suksesit. Dhe ja pra, tani kjo super fuqi është në duart e të gjithëve. Për çdo ide të madhe, qoftë për shkollën apo për komunitetin, tani ekziston mjet i duhur për ta komunikuar atë. Pyetja për fund është: cili do të jetë misioni i parë? Cila ide e madhe do të marrë jetë fal kësaj aftësie të re? Bota është gati për dëgjuar.